Plot 26 vite më parë, rreth 1 milion shqiptar të Kosovës u detyruan të lënë shtëpitë e tyre për t'i shpëtuar dhunës së forcave paraushtarake serbe. Me gra, fëmijë dhe të moshuar të gjymtuar nga torturat e luftës, qindra mijëra prej tyre gjetën strehim në Shqipëri, Maqedoni dhe Malë të Zi, ndërsa të tjerë u strukën në malet e Kosovës për të shpëtuar jetën. Më 27 mars 1999, pikërisht në kufirin e Vërmicës, mbërritën në Kukës 187 refugjatët e parë, të raskapitur, të plagosur dhe të tmerruar nga ajo që lanë pas. Autoritetet lokale morën masa të menjëhershme për strehimin dhe transportimin e tyre në ambientet e Pallatit të Kulturës Hasan Prishtina. Ky ishte vetëm fillimi i një vale të madhe eksodi, që kulmoi gjatë bombardimeve të NATO-s kundër objektivave ushtarake të regjimit të Miloševićit. Qyteti i Kukësit, që sot mban krenarisht obeliskun si simbol falënderimi dhe qëndrese, përkujton çdo vit 16 prillin si ditën e eksodit. Kjo datë i dedikohet kujtesës së sakrificës, mikpritjes dhe bashkimit mes shqiptarëve në një nga momentet më të errëta të historisë së rajonit.